Ardian, mirë se erdhe. Përshëndetje. Faleminderit. Natyrisht një pyetje e parë që vjen, meqense edhe KQZ ka deklaruar që janë 4 parti që si kanë dorëzuar listat dhe mbrëm ka përfunduar afati, realisht çka mund të ndodhë, avokat? Se sa dëgjova ka edhe një 24 orësh afat për partit. Na shpjegoni pak në aspektin ligjor. Fillimisht duhet të them që subjektet politike do të duhen me mbush detyrimet e tyre për të dorëzuar listat në kuadër të planit të përcaktuar nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mundohet që pos i kemë dorëzuar në mënyrë të kompletuar, për faktin se siç dihet, procesi pasues deri në datën 15 nënkupton verifikimin, rishikimin e listave për të parë në rast se eventualisht ndonjëri prej kandidatëve ka probleme në kuptim të ligjit, përkatësisht nenit 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, në mënyrë që pastaj i njëjti ose e njëjta të zëvendësohet. Për faktin se siç dihet, e drejta e kandidimit ju garantohet gjithë atyre cilët ndodhen në listën e votuesve, mirë po ekzistojnë disa kufizime, siç është çështja e anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ose anëtarëve të kuvendeve, përkatësisht komisioneve komunale të zgjedhjeve, pastaj kategoria e zyrtarëve që kanë statusin e veçantë sipas ligjit përkatës për zyrtar publik. Pastaj edhe ato që ushtrojnë veprimtari përkatësisht janë në kuadër të shërbimit të jashtëm, si edhe atyre të cilët qoftë me vendim të gjyqësori është ndaluar e drejtë të tillë ose eventualisht edhe në 3 vitet e fundit janë dënuar me dënim me burgim efektiv më tepër se 1 vit. Domethënë këto janë diskutojnë, por avokat, a ka një afat tjetër shtesë? Natyrisht që është kjo periudha e rishikimit dhe verifikimit brenda 24 orëve që duhet përfundimisht të dorëzohet dhe të finalizohet procesi në mënyrë që pastaj natyrisht të konsiderohet i përmbyllur. Për mua vazhdon me qenë pa kuptim se si subjektet, me thënë veçantë subjektet e mëdha ndonjëherë lënë momentet e fundit. Kjo në vinin time mund të shpërfas edhe ato paknaqësit ose çështjet e brendshme të subjekteve politike, ndonjëherë kemi qenë dëshmitar edhe që ka pas çështjet sa i përket renditjes, numrave e gjitha këtyre që ndonjëherë mohen të mbyllura këto procese deri në litet e fundit të dorëzimit të listave. E qartë. Vetëm pas pak do të kemi edhe një sqarim që është bërë nga Valimer Elezi, pra nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në këtë bashkëbisedim tashmë është bashkangjitur edhe Visar Dili, një si çështjeve politike. Visar, nëse po na dëgjon, mirë se vjen në Kosova Live. Po e dëgjoj shumë mirë se gjej, faleminderit. Emri i cilit kësaj radhe nuk është në listë, a? Jo, këtë herë kemi jashtë listës. Edhe është besoj më e lehtë edhe për ty me i diskutua, me qeni pa anshëm, ashtu siç kërkohet. Nga këto lista, nga këto emra që pat, a ke pa diçka që tu ka duk surprizë nga emrat që janë bashkangjitur subjekteve politike të cilat i kanë publikuar listat? Këto listat që janë publikuar deri më tani edhe çka kemi pa deri në këto momente janë copy-paste e zgjedhjeve të vitit kaluar, pra 28 jetorit. Ka disa ndryshime të vogla me disa individëri në parti, por që tërësia e saj mbetet po lista e njëjtë të cilën e kishin në zgjedhjet e kaluara. Definitivisht është kohë e shkurtë, patjetër që në këtë periudhë kaq të shkurtë kohore angazhimi i individëve të ri është kogja problematik, sidomos për partitë opozitare. Prandaj shumë mirë që kanë arritë të bindin ata ish kandidatë të cilët ishin herën e kaluar në listë të rifuten përsëri. Çka vlen të theksohet edhe që definitivisht ma vrajti synin është kandidimi i individëve të cilët u akuzuan për vjedhje votash. Nuk besoj që partitë duhet të lëshoheshin deri në këtë pikë që ata ose ato kandidate pa marrë parasysh edhe nëse është vetëm një numër i vogël i votave të cilat ata i kanë vjedh, nuk duhet të ishin pjesë e këtij procesi, sepse po këta individ ose këto parti politike, kryesitë e këtyre partive politike
po e normalizojnë vjedhjen në vendin Visa, tonë. kujt po i referohesh saksisht, nëse mund të flasim pak më konkretisht? Po për referohuna të fillu për lëvizjes vetëvendosje, LDK-s, Aleancës, se me shku me emna, na dalin këtë shumë me emna, kështu që Me emra do të shkoj Ajda, se deri mbrëm vonë është forë me lista. Me lista, të janë e rizu. Kam i ledzu një nga një. Mirë e gjatë. Për zonën e Nxirut. Jo, s'ka problem. Kur ke problem, flasim ne. Hiç mos e kemi edhe zotin Bajraktari. Kështu që definitivisht një gjatë një tim tjetër që nuk besoj që duhet edhe nga zoti Bajraktari edhe nga shoqënia përgjithsisht të diskutohet është cilësia e listave. Prej nënë shkurtit e këndej, përveç që kemi pas cilësi të dopt, e kam thënë tashmë disa herë në parlament, edhe listat janë me një cilësi shumë të dobët të individve. Vrehet shumë pak qytetar aktivist pjesë e listave, e që në synin tem si aktivist qytetar, unë kam qef mi pa aktivist më shumë pjesë e listave. Nuk du të referohem si të... Ta diskutojmë pak të që e ngritja edhe avokati që është e rëndësishme. Pse partit deri në momentet e fundit nuk i publikojnë listat dhe në fakt në këtë rast që PDK-ja ende nuk e dim listën e PDK-s. Çka po ndodh realisht? Çka mendon që është duke ndodhur në PDK dhe me çfarë ka të bëjë kjo? Mund të flas nga përvoja ime personale, kandidimi im i parë ka qenë vitin 2021 në zgjedhjet lokale në Prishtinë. Në atë kohë garoja në listën Prishtina e para të zotit Daut Haradinaj. Në momentin kur unë jam vetë ofru zotit Daut Haradinaj si ndihmë në shtabin e përgjithshëm dhe ndoshta qëllimi i tij ishte që isha pjesë e listës së tij, ata e kishin listën e përfunduar. Në ditën e fundit ka ndodhur zëvendësimi im me dikë tjetër, pra ndoshta mund të themi 4-5 orë para se të përfundonte ose të dërgohej lista në PQZ. Pra zakonisht po besoj duke nisur nga kjo përvoja ime personale, edhe partitë politike kanë individ të cilët ndoshta i kanë pikpyetjet e tyre për të qenë pjesë ose jo e garës, dhe kjo i bën pastaj që të jenë më të vona sa i përket dërgimit të listave. Po është edhe problematika kryesore që ndodh shpesh në partitë politike, që individet të kenë problem numrin rëndor, pra numri i cili ju takon ose ju vjen për të dalë në zgjedhje, ose edhe problemet e brendshme, siç dinë të krijojnë edhe degë të ndryshme sa i përket kandidatëve të ndryshëm të partive politike. Pra, unë e shoh pak më shumë, po mundona mi pa me prizmin e pozitivitetit, pra duke bë kalkulime shtesë e mos i shpresoj që mos të ketë problemet më mëdha, sa që mos të jenë në gjendje partitë politike të dërgojnë listat, sepse nëse partitë opozitare i dërgojnë listat duke pasur këto lloj krizash kaq të mëdha brenda vetes, si do ta luftojnë një superfuqi zgjedhore si lëvizja vetëvendosje. Superfuqi zgjedhore. Na kanë dëshmuar, shiko, viti 2021 e tham dikur që është hera e parë dhe e fundit që një parti do të fitonte 50%. Në shkurt të vitit kaluar humben vetëm 8%, pastaj uri ngritën me 9% shtesë, kështu që nuk mund të themi diçka ndryshe, po nuk ka të bëjë me animin tim personal. E qartë. Mirë, zotri Bajraktari, derisa ta kemi dikë nga subjekti politik, nga Partia Demokratike e Kosovës, kuptojnë se cila është arsyeja e kësaj vonese, do të flasim pak pikërisht për renditjen, për këtë që tha Dili që shumë shpesh ka pak naci se me cili numër janë të renditur në këto lista. Dhe ndoshta do të kishim filluar mirë me listën e PDK-s, që ndoshta ka qenë më e komentuara për shkak të bashkimit Vjosa Osmanit. E kishte regjia. Nëse na ndihmon edhe një regjia me fotografin, pati shumë ndryshime, në renditja e zonjës Hykmete Bajrami. LDK-s jetu fol, se PDK-s dhe, po për ata ngusa thash mos e ki listën e Smedina. Jo, sigurisht e thash gabim. Okej, me LDK-n është fjala, po ajda, që jako e ki. Pra, listës i prim Vjosa Osmani, kjo po që ishte ditur, por shia që themi emri i Albina Reshita e jeta statovse që ju bashkuan rrugtimit të zonjës Osmani janë para Abdullah Hotit dhe Hykmete Bajramit. Janë fiks në 10-shë, edhe statovsja dhe Reshita i po.
dhe i prin listës, themi kështu. Zotri Bajraktari, ndoshta një koment për këto ndryshime? Po këtu vrejet që para se gjithashtë besoj që është rezultati kompromisit përkatësisht marrëveshjes, ndërsa ndryshe besoj që renditja me theks veçantë e Jonit Bajrami dhe zotit Hoti do dojmë qenë në vetëshën e parë, sepse kanë qenë figura jashtëzakonisht kanë lujtë në tyre në shlete opozitare, veçantë e zonjës Bajrami, e cila besoj që u edhe në zgjedhjet e të legjislaturës që ka përfundu me vot nga ana e elektoratit të vetë LDK-s. Prandaj vlerësoj që në një variant ndryshe, nitja e këtyre figurave do duhet me qenë më lartë, mirë këtu vrejet që kemë të bëjmë me marrëveshje dhe do rëzëm për ndryshimeve më të mëdha për me zgjedhjet paraprake, zomen që vetë Lidhja Demokratike Kosovës dhe deri më tani edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka një për faktin se siç dihet në vend të zotit Haradinaj tashmë është i nominuar për kandidat për kryeministër zoti Xhini. Mbetet të shihet do të rezultojë këto ndryshime për periudhë të tërkohore e që janë ndryshime bukur të rëndësishme. Blen të kësot të përmendni zoti Lidi është jashtëzakonisht e rëndësishme të ripotencohet në dy pikpamje. Çështja e integritetit të kandidatëve, pra që sa subjektet që bëjnë tolerime të tilla të personave të cilët kanë qenë të përfshirë, aq më pak kur kemi parasysh faktin që bëhet fjalë për një periudhë të shkurtër kohore kanë qenë të përfolur edhe të përfshirë në procese të manipulimit të votave, pavarësisht që kanë qenë brenda subjekteve, megjithatë besoj që është dekurajuese për kuadrat e rinj, për personat me kredibilitet, të cilët besoj që në subjektet politike do të duhet me qenë vlerë e shtuar dhe njëkohësisht do të ndikonin në rritjen e kualitetit të vetë edhe kandidaturave, po njëkohësisht në instancë fundit edhe të vetë deputetëve, sepse në vazhdimsi në vendime kemi një tendencë të degradimit të cilësisë të zgjedhura të popullit, të cilët në pak raste kemi qenë dëshmitar që kanë probleme le të thosha bazike edhe në shprehje, madje edhe në lexim e gjitha këto, që është përpas një tendencë ndryshe nga që do duhet me pa për faktin se në këto raste partitë rëndësishëm dhe mbi gjitha partitë politike janë ato përgjithëse të cilat na do t'i ofrojnë kandidat sa më kualitativ elektoratit të tyre në mënyrë që natyrisht të ushtrojnë detyrën dhe përgjegjësinë e tyre konform mandatit që ka si zgjedhur i popullit. Po dhe Adrian, nëse po ndëgjon, këtë rast duket që partitë më shumë po funksionon me interesa se sa me parime, do më thënë, do njerë edhe me standartet e dyfishta, varsisht prej interesi që kam prej x kandidatit shambull. Kjo të paktën po vrejet edhe në këto lista. Natyrisht që po, ndonjëherë kjo vrejet edhe në renditje, sepse personat që a priori supozohet që mund të sjellin me të vota qoftë ftohen në subjekte politike, edhe renditen madje edhe hapësira mediatike, cila natyrisht është bukur e rëndësishme ju jepet, prandaj a priori këta le të thosha një kategori e tillë favorizohen në raport me kandidatët e tjerë, po për me tepër po ashtu në bindjen time vazhdon me qenë akoma edhe më tepër shqetësuese fakti që një pjesë jo vogël e kandidatëve vazhdojnë me pas probleme me ligjin, pavarësisht që në instancën fundit pengesat ligjore janë strikte në kuptim të legit 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, mirë po megjithatë për shkak të cilët qoftë janë në procedura penale, qoftë madje edhe ka verdikte gjyqësore, pavarësisht që akoma s'është i plotfuqishëm, në bindjen time e ul themose kredibilitetin e vetë kandidatit dhe të listës zgjedhore, sepse avokat, në këto raste ligja nuk e specifikon shembull që nëse një kandidat ka një histori të tillë për cilën po flasim deri tash, që ka një akt akuzë, po ashtu edhe rasti i vjedhjes së votave nga zgjedhjet e fundit, emra që janë lakuar shumë, a nuk e specifikon shembull që nëse ka të tillë histori nuk duhet të jetë i kandiduar shembull?
në listë? Jo, ligji është në 30 i ligjit procedurave të përgjithshme për sa i përket çështjes aspekteve penale, thotë që një kandidat nuk mund të jetë në listë të subjekteve politike, përgjithsisht nuk mund të kandidojë nëse në 3 vitet e fundit është dënuar me vendim të plotfuqishëm me dënim me burgim efektiv një vit e më tepër, që është një standard bukur i lartë, për më tepër si rrallë herë, do të thonë ky standard është në regres të legislaturën ku si pak ku ka pas census të subjekteve ka pas ndryshim i elitë dhe mund sa ka qenë para bën në vetë burgim efektiv. Që ne vinde ndime atë është standard bukur për mbi që është të subjekteve politike që të jenë të vëmendshme në raport kalitetin e kandidat por mbi gjitha edhe i në dyrë, sepse për persona që janë me akta se edhe atë në pa dënime me vodim gjykatës që nuk janë të fuqme se prej. Megjithatë, flitet për një standard që tashmë kanë vendosur organet e rendit, përkatësisht organet e drejtësisë, prandaj do duhet me pas parasysh subjekte politike, sepse në instancën e fundit kur flitet për subjekte politike, flitet për institucione nesër, sepse subjekti i tyre natyrisht është përgjithimi i institucioneve, prandaj kërkesat e publik, kërkesat tona në drejtim të ngritjes së standardit, qoftë për nga kualiteti, qoftë për nga integriteti i procesit, besoj që duhet me qenë gjithnjë në rritje që shkojnë në funksion të postulit deputet sa më kualitet që mbi gjitha janë në funksion të detyrave të tyre. Po, Visar, ndoshta të marrim një mendim edhe nga jo për listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ski vajson listën e LDK-s. Ende se kemi të PDK-s, a? Listën e LDK-s e kërkojsha grudën ku është, domethënë, kështu që s'ke fajse, na kam bërë shumë lista. Jo, nuk po na direkt gati me ulumtu tash ku do lista PDK-s. Shko, LDK-ja definitivisht ky ribashkimi me Vjosa Osmanin tashmë i ka qitë edhe pa interesat individuale ose me atë bashkëpunimin ose marrëveshjen e bashkëpunimit që kanë partitë. Çka harrova me CEK pak më herët edhe që po du me CEK para se me kalu të disa janë të përvetshëm që unë gëzohna që i shoh të LDK-ja posaçërisht është që prap shihet një mungesë e numrit të grave në lista. Visar, duhet të ndalojmë vetëm pak sepse e kemi listën e PDK-s. Domethënë tashmë ka shënoj që kemi informacione ne si emision. Urojmë që nuk është me AI. Jo, është lista zyrtare, a? Lista zyrtare. Hajde, këtë vëmendja të ja. Jo. Hajde, po fillojmë. Numrin vëmendja të këtë. Natyrisht i prin zotri Bedrihan Roza, që është edhe kryetari i kësaj partie, pastaj Urani Ismaili. Vlora Qitaku është përparim Gruda me numrin 4, Arjan Tahiri, Besa Kabashi Ramaj, Rahman Rama, Arben Mustafa, do i lexojmë krejta? Sala Jasharja, top 10 shëndësh, zotri Enver Hoxhaj me numrin 10. Pastaj e kemi Ganimetën, Blerta Delion, që rënditën, Mërgim Lushtaku, pashtu që kishte dilema se a do tjetë pjesë. Po, Elmir Reshica, Arjana Musliu, Fadil Demaku, Altin Krasnishi, Eliza Hoxha, është Eman Rahmani, po ashtu Arbnore Saliu, Visar Korenica, Kosovare Murseli, Rashid Shalaj, Fatmir Lima. Se kjo çështja Fatmir Lima do ta diskutojmë se me që nuk publikuar deri tash mos po na surprizojnë me emrin e tij diku. Një diskutim tjetër ishte edhe për Nait Hasanin, a? Për zotrin Hasanin sa do të jetë pjesë e listës, se shohim që ai është në listë. Edhe kishte konfirmuar para se do dalë lista e realisht Hasani që do të jetë. Mirë, Visar, mund të nisim pak për PDK-n, që të flasim me që kemi listën. Po vrejet mungesa e Genc Përvlukaj, që në kanë listë kësoj rrava? Kush? Visar? Genc Përvlukaj. Përvlukaj që tash i arrim listës. Po, edhe me sa po shoh, as Memli Krasniqi nuk është në këtë lista. As në herë në kalume nuk ka qenë pjesë e shtabit. Ai ka premtu që nuk do të jetë pjesë e listës, por do të jetë pjesë e shtabit. Aida Dërguti është 107. Po, pas ka shku. Shihet që ka disa prurje të reja, ose është praktikisht ajo që e thashtë më parë, copy-paste e zgjedhjeve të kalume, sepse afati
kohor ka qenë kështu, por me çka unë nuk jam pro, janë figurat të cilat janë të stërvjetruara në politikën. Si për shembull Visar një, se dëgjova edhe mbrëm, që pat një diskutim për disa figura që duhet të lëshojnë rend. Pa dashur që të keq kuptohet, analistët po e thonin këtë, që thjesht ju japë hapësira disa të tjerëve. Pas parës japa keq kuptohet ose keq kuptohet, unë kam orientimin tem, kam votën tem, por që definitivisht Ganimeti Musliu, po flas mos jemi të PDK-ja, Xhavit Haliti, komandant Remi, disa emra të cilët janë... Visar, një moment, do të thotë se ndonjëherë opozita kritikohet vazhdimisht për faktin që nuk është aktive, nuk është e zëshme. Nëse kemi një deputete që është shumë e zëshme, ndaj gjithçka është pikërisht Ganimeti Musliu, dhe tash shembull ti thua që do të ishte mirë që të lëshon të rand. Shiko, qytetarët, rinia, pjesa e madhe e rinisë për cilët mund të flas edhe unë, se vjen pjesë e rinisë të këtij vendi, nuk besoj që e shohin Ganimeti Musliun si përfaqësues të tyre të denjtë në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Mund të flasim për Emanin, mund të flasim për Përparim Gruden, pra është pak a shumë ajo se çka përfaqësojnë këta individ. Për këtë arsye dhe thash, janë disa emra të cilët janë stërvjetruar në lista në skenën politike. Ne kemi të e pa që çdo herë më shumë një pjesë e madhe të tyre kanë vështirësi të kalojnë edhe të jenë pjesë e Parlamentit të Republikës së Kosovës, sepse ndritmi i gjeneratave dhe rinia e cila po vjen çdo herë më shumë duke votu, janë duke votu atë të cilët paraprakisht ja prezantojnë ose i çojnë temat e tyre përpara në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Po në anën tjetër, kemi të ri që, futën në politikë, bëhen deputet, nuk ja dëgjojmë kur zërin, ose atëherë kur i dëgjojmë me disa deklarata skandaloze realisht, asë si që besoj e dirë në dhe vetë. E kemi diskutuar të në studio, kjo është mas një temë që po besoj kemi me gjithë po brenda zgjedhjeve dhe kena me diskutuar. Pa tjetër. Sa i përket kësaj pjese, sepse është shumë e rëndësishme se cili i ri edhe kënd e përfaqëson. Një ri cili vjen me një mendësi të izolume, familjare, nuk e përfaqëson një tri tjetër i cili ka një mendësi pak ma open-minded. Pra, edhe kjo mas nej e donë shpjegimin e saj. Por në tërësinë e saj, PDK-ja nuk pas ka ndryshuar shumë. Gabimi më i madh i tyre është mos inkuadrimi i Fatmir Limajt, nëse tash mund me fol për këtë pjesë ose lajm për pak më vonë. Po jo, mundemi tash edhe me avokat, po nëse ka një opinion natyrisht që kanë qenë të ndarë në dysha, edhe komentet që ishin gjithandaj realisht që e konsideronin një gabim të madh të PDK-s. Këtë fakt që nuk bashkëpunuan edhe që nuk u bashkuan. Ne thamë edhe herët në fundit, sido që t'jetë Fatmir Limaj ka gabimet e tij politike, sidomos gabimi i fundit duke ikë nga bashkëpunimi me Aleancën dhe duke shku drejt për drejt në takime dhe bisedime me zotin Kurti, patjetër që ja ka vendosur dhe ja ka lënë një hije të keqe edhe atij po dhe partisë së tij. Po besoj që kjo ndoshta është një ndër problematikat që PDK-ja nuk ka pas guxim ta marrë zotin Limaj, po është pjesa tjetër. Paramendoj ne sikur Limaj të arreste PDK-n për 5-6% në prezencën e tij brenda. Ato që është shumë e vështirë, por në një situatë të këtillë, atij do t'i shtohesh ndoshta apetitet për të garuar edhe për kryetarët e PDK-s. Prandaj, duke pa këtë situatë, pjesa dërmuese që kanë qenë kundër PDK-s dhe duket qartë që kanë apetite personale dhe individuale për ta marrë kreun e partisë, e kam pasi rrezikun absolut zotin Limaj për të qenë pjesë e kësaj. Shto këto faktin, dikush që ndoshta mund mos të ishte më hiç deputet, pra do të zëvendësohej me Limajn ose 2-3 anët të cilët do t'i kishte Limaj në listën e tij, pra të ngushtë, sigurisht ishte edhe në Aleancë, kishte një përfshirje prej 20 kandidatëve nëse nuk gaboj, por arriti veti i treti të shkojë në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Pra, Limaj njihet si një politikan shumë i zgjuar, me situata e thamë, të cilat her pas here ka gabu,
por që në këtë rast PDK-ja besoj që vetëm kësaj kishte frikën. Po, dhe ndalemi pak, sepse u pa edhe nga një status i Artan Behramit, që mbrëm që kishte pra që ka pasur mos pajtime të shumta brenda PDK-sa, vetë Behrami po thoshte që ishte pro, realisht, në falë, pro që Fatmir Limaj t'i bashkohej, por që natyrisht e respektonte vendimin e kryesisë. Pra, kjo ka shkaktuar një lloj, po e themi kushtimisht tërmetje edhe brenda PDK-s. Pa tjetër, shko, paramendojni, sikur ju dy jeni duke udhëheq emisionin tashë një vit dhe të vini një tretë dhe ta marrë emisionin me juj. Edhe në PDK po besoj që është prapërsisht e njëjta situatë. Ata të cilët tashmë kanë kontribu prej largimit të Limajt e Këndej, nuk mund ta kapërdin faktin që të rikthehet zoti Limaj përsëri në PDK dhe në farë forme ta marrë një pozicion dhe të jetë kogja i fuqishme e vota, sepse Limaj nuk do të votojë vetëm nga përkrasit e nismës, por do të ndodhte ajo që ndodhi edhe në Aleancën për Armërinë e Kosovës, që Limaj nuk u votua vetëm nga nisma, po u votua me një numër të madh edhe nga përkrasit e Aleancës për Armërinë e Kosovës. Dhe kjo është pastaj frika e madhe e disa protagonistëve brenda PDK-s, që unë e shoh normale, por në tërësinë e saj ta largosh ose mos të bashkëpunosh me një parti ose një individ i cili mund të sigurojë 10 deri në 15.000 vota, është në këtë situatë ku gjendemi sot me një lëvizje vetëvendose mos ta përsërisat që tash më parë. Me dhënë drejtën Visar për më të përgjigj me Smeja dhe Ajdes një i tretë s'ka vend. Mund t'jetë Musafir. Mirë, kur jemi duke folë për Artan Behramin, ka një status 3 që thotë që nga shkuarja e presidentit Thaçi dhe kryetarit Beseli në Hagë, elektorati i PDK-s nuk është kthyer kurrë. Tani kur kthimi i tyre është më afër se kurrë, ne nuk duhet të demoralizohemi. Sot sikur më parë duhet të japim krejt çfarë kemi për t'ia sjellë fiturën e madhe PDK-s në prag të kthimet të tyre. Do të ta pyesim pak avokatin. Po sa i përket çështjes si herën e kaluar dhe tash besoj që Partia Demokratike e Kosovës nuk ka arrit mjaftueshëm me qenë binse në kuptim të shpejtit sepse nuk ka arritur deri tek një bashkëpunim i tillë. Në rast se vërtet dëshiron me arrit fuqinë e tyre elektorale, sepse në sensin e fundit kjo çështje po dëshmon që përmes metodave afërsisht të njëjta përpiqen me arrit rezultate të ndryshme, cila natyrisht që vështirë është e mundshme të ndodhë. Megjithatë, vërtet ndryshim i kandidatëve përfshirë edhe për sa i përket çështjes së renditjes, që është e vërteta vrehet që zoti Gruni një renditje shumë më të mirë se sa kishte paraprakisht, që mbasi është edhe këtë saj që vetë ja ka vlerësuar ajimin dhe tributin e legislaturën prake që... Sepse s'marim dëgjojmë shumë mirë avokat, për kë e ke fjalën që është rëndit më mirë se herave tjera? Për cilin kandidat ishte? Zoti Gruta, përparim Gruda, e qartë. Po, cilin e jo pak rast, por ballafaqime bukë të rëndësishme tore në Kosovë për këtë punës qeverisë dhe të legislaturës paraprake. Është ngrehet një kuadër i rinj që është bashkuar PDK-s dhe subjekteve të tjera. Këtë drejtim unë i përshëndes dhe inkurajoj kandidatët të tillë. Është vërtet që për një periudhë bukur të shkurtër e kanë bukur problem me u etablu në kuadër të unikare, cila sa është e ashpër nga subjekti në subjekt. Në bindjen time më tepër është e ashpër brenda subjekteve politike, shto faktin që një pjesë bukur të madh janë etabluar në një kohë të gjatë brenda strukturave të vetë partisë dhe kanë komunikime dhe kontakte më të shpeshta, mirë po megjithatë fakti që ka një kategori të tillë të rinj dhe të reja, të cilat gjitha subjektet politike janë bashkuar në inkurajim
pavarësisht se thash fakti që është kur janë zgjedhjet e tilla është periudhë shumë e shkurtër dhe ndonjëherë ka pas bukur shumë vështirësi në drejtim të komunikimit me avokat, bazën. që mos ju mbesim borxhe se jemi duke shkuar drejt fundit, po me që kemi edhe 2 lista, le ta themi, edhe 3, edhe pse do të harrojmë, do të shkojmë kështu, do të shkojmë me Visarin me listën e vetvendosjes, më pas do të kemi tek ju me listën e AK-s dhe do ndalim tek vetvendosja që patim disa hyrje realisht dhe një prej tyre që e zgjoj një lloj diskutimi ishte e hoxha që do ta shohim listën pas pak. Visar, ndalemi pak tek vetvendosja që kuptohet, i prin Albin Kurti, vazhdon Konjufca, Donika Gorballa, Avni Dehari, Albulena Haxhiu, Hekuran Murati, Xhelal Sveçla, Mimoza Kusari Lila, Hajrullah Çeku dhe që përfundon me Shqipe Mehmetin Selimin. Pa në ndryshim për herës kalume, dhe që është pikërisht ajo që ishte, edhe 11 nuk kanë harruar me vendos Hamdi Hotin, i cili ishte numër 11. Të vetvendosja tashmë kanë fillu që nga zgjedhjet e kaluara, ose nëse zgabojnë para nëntë shkurtit, të fusin pak më shumë aktivizëm brenda listës së tyre. Më falni se njëtën kohë dhe jem duke shiku listat, çka vlen ceket për mu janë 2 emra të cilët meritojnë ndoshta dhe përkrahje të madhe brenda listës së vetvendosjes. Është numri 57 tek zona Zemi dhe për herë të parë kandidon Ermira Bytyqi, numër 67. Janë 2 aktivistë të ri shumë të zëshëm, edhe që besoj që do të ishin vlerë e shtuar, Egzoni përsëri në kuvend, po edhe Ermira do të ishte vlerë e shtuar në kuvend. Këtë desha të thëmë nëse kritikuam deri me tash, po, avokat. Po, vetëm pa dosht me ndërhy vetëm me ripotencu faktin që njëri prej atyre që me sa është bërë publike është i dënuar me vendim të gjykatës, pavarësisht se është i shkallës së parë. Në rregull. 2 hyrje të tjera, pra kanë Adelina Tërshani, aktivistja që është e zëshme, edhe është në listë numër 74 dhe është të thënë në Osman Musliu, apo jo? Nëse jam i sakt për Hoxhën. Po, është me numër 89, po sakt. Hoxha ka qenë për krast i lëvizjes vetvendosje një farformë ose më mirë me thonë një Albin Kurtit edhe në kalumen, ka pas deklarata aty këtu që një farformë në kalan në kuptu që e përkra zotin Kurti, po dhe një emën tjetër që është interesant në listën e vetvendosjes është Artan Konushevci, vllai i dëshmorit Ilir Konushevci. Gazetari për ndryshe, po. Gazetari për ndryshe, po, edhe kjo është një vlerë e shtuar brenda listës. Pra, për dallim nga partitë të tjera, lëvizja vetvendosje pak a shumë ka ditë të godas tek prurjet e reja. Nuk janë vetëm prurjet të reja themi individ të cilët kanë shërbyer brenda partisë, po janë aktivistat të cilat njihen ose themi profesionistë të cilët njihen edhe pak më shumë. Po Visar, edhe mos ta harrojmë ta cekëm që janë prurjet e reja të cilat edhe mund të prodhojnë realisht dinamika e debatit. Shembull, Hoxha edhe Adelina Tërshani besoj që ideologjitë e tyre dhe konceptet e tyre janë komplet të ndryshme. Aty edhe do është të dalë. Po, njëra është pro e tjetri është kundër temave ose asaj temës shumë të rëndësishme. Kodit civil. Dhe të shohim se si do të kaloj, po nuk besoj që Hoxha është definitivisht kaq naiv të futet në listë vetëm sa për të qenë pjesë e numrit, po edhe Adelinën të cilën e njoh edhe personalisht nuk besoj që është nga ata individ të cilët futen në listë gare për të mos qenë garus. Pra mbetet të shihet, është interesant brenda lëvizjes vetvendosjes si do të rrjedhin gjërat. E qartë, zotri Bajraktari patët një reagim, duket edhe tek një kandidat tjetër, nëse nuk gaboj. Jo, vetëm të zoti Konushevci vetëm e repotencova faktin që është aktuale zëvendës ministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe natyrisht unë një edhe prej kapaciteteve paraprakës si gazetar dhe vlerësoj jashtëzakonisht shumë dhe besoj që eventualisht prezenca e tij në kuvend do të jetë një vlerë e shtuar, sikurse edhe disa të tjerë të cilët natyrisht që sekond janë bashkangjitë listës vetvendosjes. Që është vërteta me sa kam arrit me analizu pjesa atyre që si përmenda probleme me ligji në stadët e caktuara të procesit
pjesa më madhe e këtyre i përkasin pikërisht të lëvizjes vendosje nga siç Qova është edhe personi cilën zoti Dili teksoj, megjithatë ajo nuk e bën pengesë për të kandiduar, po megjithatë e uli masa integritin e kandidimit të vetë procesit së në instancë punit në rase të njëtit po të zgjidhen në kuvend, e i bje që paraditet mos të morën pjesë seanca dhe pas ditë mund të shkojnë të përmatuar me procese gjyqësore, çka natyrisht që a priori nuk është gjë e duhur. Avokat, shkojnë tek mos besim, por shkojmë tek AK-ja, një koment të shkurtër AK-s, të cilës kësaj radhe i prin Ardian Gjini. Për ndryshimeve që kemi pa përveç fakti që tashmë se dihet zoti Gjini do të jetë bartës i listës, zoti Haradina i ka ofruar një hapësirë të mirë, fakti që tashmë është me sa kemi pa një mbeti i renditur, sa i përket pjesës tjetër përveç siç e kemi pa është vetë deklaruar njëri prej eksponentëve të rëndësishëm zoti Leka nuk do të jetë pjesë e garës, gjë që në jo pak raste ka karakterizuar këtë periudhën e shkurtër kohore ku kemi pas vetë deklarime për mos kandidim edhe të mbajtjes deputetëve dhe të eksponentëve qoftë të Partisë Demokratike të Kosovës, pastaj kemi parë edhe disa prej vetëvendosjes e kështu me radhë, që në fakt në bindjen time sa i përket aleancës për ardhmërinë e Kosovës, nuk është që përveç këtij ndryshimi, nuk është që kemi parë shumë ndryshime, që është e vërteta një lajm ose një veprim i mirë përveç natyrisht zotit Gjini si përjashtim, kësaj here nuk kandidohen kryetarët e komunave që në kalumen ky subjekt politik ka bërë që në bindjen time ka qenë zgjidhje jo e mirë për faktin se ka pas raste ku për shembull vetë kryetari i komunës ka deklaruar që unë s'po hy për më bë kandidat ose për më bë vetëm po hy për me kapitalizuar që në bindjen time ka qenë një lloj farse para elektoratit që edhe këta por edhe me sa dihet dhe lidhja demokratike e Kosovës në një fazë të caktuar e patën bërë që në bindjen time nuk ka qenë veprim i duhur, prandaj i vlerësoj që kanë bërë mirë që nuk e kanë përsëritur një. Po, në anën tjetër e kemi edhe për mos të harrojmë që tenton edhe dëshiron të jetë një pozitë fortë fal rezultati që mund të jetë në këto zgjedhje. Ne avokatën dhe visarin e falenderojmë për sot. Visari ti më të bësh për akën. Besoj që ka qef ma shumë. Për këtë arsye i ndava, do më thënë që visari me umarë me vetëvendosjen. A ki një fjali i shkurt, shumë, një fjali për mbledhse, për listën e AK-s edhe po e përfundojmë. Është e njëjta vetëm me 2-3 ndryshime nëse çka mund mi përmend prej 20 shkurtit. Atëherë, Visar, ta falenderojmë avokatin, që ta lirojmë. Avokat, faleminderit shumë për prezencën sot. Hajde, Visar, të regona, Visar, kush është vendin tonë numër? Sa ke pas numërin herën e kaluar? Në zgjedhje qendrore s'kam kandiduar asnjëherë, kam qenë vetëm në zgjedhje lokale. Po, lokale, po. Po, 23 që i bjen këtë situatë, i bjen Blerton Sahiti, nuk për një Po, Alberton Sahiti, po. Po, që i urojmë suksese. Amra 3, po kërkon Amra 3, kështu që... Vlen ciket që në aleancë, sa i përket 2 emnave figurave kryqit aleancës Ramushit edhe Dautit, nuk lunë shumë dojnë në cili numër ata vendosin, sepse ata janë kryesor një farforme e rrugtimit zgjedhor të aleancës, edhe pa tjetër që e kanë mbështetjen e tyre e cila nuk i le asnjëherë. Çka është për befasi edhe për befasi për të mirë, është vendosja e Dilza Kukajt brenda dhejtshës së parë. Është një vajzë shumë e zoja, edhe me 25 vjetë sa i ka ajo është profesoresh, është master në ekonomi, po në 2 drejtime, edhe nëse nuk ka bërë doktor shkence e ekonomisë, është shumë qike zoja. Avni Arifi, shqyrma në fund e pranoj edhe publikisht që është për krasë edhe pjesë e aleancës, edhe pse për mu nuk është diçka e re, po... Me numër 8 është Avni Arifi, po. Edhe një prumje që ka ardhë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një aktivist, një ish ushtari i UÇK-s,
një aktivist kogja i zëshëm, është Shpendi, është Shpend Gjotsaj me numër 54, edhe që po besoj qytetarët e Rafshit Dugagjini, sepse më mësu me thonë që pjesa e Dugagjinit të voton në Aleancën, përgjithsisht votuesit e Aleancës duhet të çojnë Shpendin për deputet, sepse është një vlerë shtunë. Visar, pas ke nis pak me fushat. Falenderojmë për... Isha me gjitha partitin njëjti, për me... po bëjmë shaka, jemi të lumtur që kemi ende një çështjeve politike që nuk e kanë fut listave për kandidat për deputeta, se ka me qenë problem për neve. Jemi të pas vështirë dhe na me analista. Faleminderit tyne që po kandidojnë për na japin neve bok një parfor. Hapësirën, edhe këta po ja japin hapësirën trimve, kështu që është shenje mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit për të lidhjes. Kënaqësi gjithmonë për këtë parë për 2 herat e fundit që s'kam mujt me qenë prezent fizikisht, po shpresoj edhe uroj që herën tjetër të çhimi live. Presim. Me që përmend javën e Arifin, të kujtohet në fund kur ishte këtu që pyetat ka bërë ftesë dikush? Po, që tha jo. Ja go, është numri 8. Pra, për ju që ju inkuadruat tani, lajmi i fundit është që PDK e ka publikuar listën e shumë përfolur, listë e cilës i prin Bedri Hamza, dhe ashtu siç është paralajmëruar. Lista ka një përbërje të një numri të madh të rinjësha që janë bashkuar për herë të parë, sikundër ajde vret edhe diçka tjetër në këtë listë. Disa emra të përfolura që kanë qenë, le të themi, kryefjalë këtyre vjedhjeve të votave në zgjedhjet e kaluara që ishin diskutim gjithandej, nuk janë të përfshirë. Ka emra që nuk janë të përfshirë në këtë listë. Po, ishte kryetari i Prizrenit, Shaqirtota, i cili tha që nga Prizreni, nga deka e Prizrenit, nuk do të ketë asnjë një kandidat që ka qenë i përfshirë në këto dallavere, themi, me vota. Megjithatë, nuk kishim ide se nëse do të ndodhë e njëjta edhe me listën përfundimtare nga PDK, por ja që doli e njëjta gjë. Po, mos harron që pat reagim edhe për çështjen e Nait Hasanit, që është pjesë e listës, edhe zoti Hasani edhe vetë kishte konfirmuar që do të jetë pjesë e kësaj liste. Ne mund të shkojmë në një ndërprerje të shkurtër? Më duket se e kemi gati, e kemi Flamur Kabashi nga IKD, me cilin do të flasim pikërisht për atë që u diskutua shumë, që në këto lista ka persona të përfshirë me dënime, me akuza, me gjëra të tilla, kështu që e përshëndesim. Mirë se vjen në Kosova Live. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë Flamur. Cilat janë emrat? A i keni bërë analizën, sepse një raport besoj që do dalë për 10 ditë ashtu siç keni paralajmëruar, por nga këto që keni parë, çka shihni si shqetësuese? Atëherë, faleminderit shumë Instituti i Kosovës për Drejtësi në vazhdimin e punëve të përditshme që ka, si dhe në vazhdimin e publikimit të raporteve periodike që bën për analiza të ndryshme. E ban edhe publikimin e raportit me integritetin e listave të kandidatëve për deputet në për partitë politike dhe do ta publikojmë, do të thonë, edhe raportin për këto zgjedhje. Ne tashmë vetë se e kemi marrë listat e kandidatëve për deputet nga partitë të cilat do të kandidojnë për këto zgjedhje dhe nga ajo që kemi pa prej emrave parimisht po flasëm deri më tash, shihet që nuk ka një dallim shumë të madh me emra, do të thotë, që kanë qenë kandidat për deputet në zgjedhjet e kaluara, përjashtimisht Partisë Demokratike që e saksut dhe e theksut edhe ju më herët, që disa kandidatë që janë përfshirë në ndyshime për vepra penale që hinë kuadër të kapitullit të keqpërdorimit të votave, nuk janë përfshirë në listën e kandidatëve. Nga raporti që kemi publikuar, domethënë në zgjedhjet e kaluara, neve na ka dalë që partia e cila prin me më së shumti kështu të themi kandidat që kanë probleme me ligjin konkretisht që prin, do të thotë në kuptimin e asaj që kanë personat përfshirë në raste penale, është Lëvizja Vetëndosje, domethënë kishte në atë kohë me 13 kandidat, pastaj vinte Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Social-Demokrate, Partia Demokratike, Lista Serbe dhe pastaj Partia KDTP dhe Lidhja Demokratike e Kosovës me nga një kandidat. Pra, nga ajo që kemi mujt me pa në pe raportit që kemi publikuar për zgjedhjet e kaluara, por që po themi kështu nuk mundet me pas shumë ndryshime, edhe raporti që kemi me publiku për këto zgjedhje është që Lëvizja Vetëndosje ka prinj atëherë, do të thotë me 13 kandidat që ka pas
të përfshijnë persona në raste penale, pastaj është ndjek nga AK dhe partitë e tjera me numër më të vogël të rasteve. Do të me pas parasysh që pjesë e këtij raporti, do të thënë janë të gjithë persona të cilët do të thotë kanë aktakuz aktive, kërkojnë ndjesë, kanë aktakuz I kuptojnë se si jeni në studio. Kanë aktakuz aktive dhe personat të cilët janë të dënuar, domethënë me vendim të formës së prirë. Sipas ligjit për zgjedhje, normalisht që janë të përcaktuara, janë të rregulluar aspektet kur ndalohet automatikisht, domethënë si kandidat me apliku për deputet, mirë po ne si KD kemi proklamuar dhe kemi kërkuar që të shkojmë përtej asaj çka thot ligji dhe kemi kërkuar që në vazhdimsi personat të cilët janë të përfshirë në raste penale me aktakuza aktive ose me një vendim gjykate jo të formës së prerë, por që nuk është dënim me burgim, që nuk hin atë kufizimin që thash automatikisht që nuk mund të jetë kandidat, të mos i përfshinë në listat e veta të kandidatëve për deputet. Jo, natyrisht që e bëni punën tuaj dhe shumë mirë që e bëni këtë, por a nuk duhet që partitë ndonjëherë këtë punë, këto këshilla, këto sugjerime që jepen që të merren parasysh? Përbes tash shikonim, ne kemi proklamu vazhdimisht, aspekti raporti kemi mund me kuptu dje, ditëve të fundit që Partia Demokratike e Kosovës, dhe më thënë, Dega në Prizren nuk I ka kandidu për deputet, kandidat kanë qenë të përfshirë në raste penale ose potencialisht të mund t'jenë të përfshirë në raste penale. Po, dhe një prej këtyre emra pra është Nait Hasani, me që ne e përmendëm edhe më herët për ta sqaruar, me sa mbojme, nuk është vetëm Nait, dhe më thënë, personin qarmi, po ka dhe personat të tjerë. Po, Nait Hasani është në listë, Flamur, për atë, po e cekim, është në listë. Pikrisht. Dhe normalisht që duhet me pas parasysh në rast se veç, do të thotë, po thamë njerë nisi që këtë kemi avoku me dalë për te asoj që ka përsaktohet me legjë dhe do të duhet të merrni parasysh këto rekomandime. Këto rekomandime në fund kanë, domethënë në rast se do të mirëshin parasysh e që do duhet mirëshin, në fund do të prodhoni një listë të kandidatëve për deputet, të cilët do të mund të ishin me një farforme të lirë të diskutonin, të jepnin argumentimet e tyre për çështje të caktuara, pa pas një prapavi ose pa pas një rrethon të cilën e ka të hapur me një proces gjyqësor në gjykat apo në një proces që pritet me pas një epilog për rastin e tyre penale. Pra kjo është ideja, sepse vazhdimisht proklamojmë që përfaqësuesit e popullit thjesht të kenë një integritet jashtëzakonisht të lartë, sepse përfaqësojnë interesat e qytetarëve dhe që të mos hyjnë në këtë lista persona që potencialisht mund të kenë probleme me ligjin ose kanë probleme me ligjin, siç e thash që fatkeqësisht nuk është që kemi pas pak, por një masë të konsiderueshme. Dhe Flamor, përveç kësaj pjese, nga lista që kemi para, IKD, a ka një gjetje për diçka që e konsideron shqetësuese në këto lista për këto zgjedhje të shtatëshorit? Po shikoni, po flasëm po e citojmë raportin e zgjedhjeve të 28 dhjetore, do të thënë të zgjedhjeve të fundit, por që nuk pritet me pas. Pikërisht, nuk pritet me pas shumë ndryshim edhe ky raport tash të fundit që do të del. Por më kanë makjart, po I referojmë gjithmonë raportit të kaluar. 19.1% e listës zgjedhore të personave të përfshirë në raste penale kanë përbën televizia vendosje, pra 19.1% e kandidatëve për deputet kanë qenë persona përfshirë në raste penale, 11%. 11.8 nuk është pak. Dhe kjo ka qenë cilat janë emrat që janë më problematik nga ajo që ju keni informacione për çka akuzohen? Janë me raport të publikuar emrat, qoftë emrat me kandidatëve me aktakuzë aktive, që përfshihen tek rasti I veteranëve, pra aty Jo, e kam fjalën këtë vit, në këto listat fundit që janë publikuar. Besoj që e keni bërë një analizë dhe pse s'keni dalë një raport. Jemi duke I bërë analizat, nuk kemi dalë në një përfundim, nuk pritet me pas një ndryshim shumë të madh, pritet më konë çata emrat, pritet emrat që kemi bërë në raportin e kaluar, qoftë që kanë aktakuza aktive apo edhe që janë me dënime penale. E qartë. Mirë Flamur, do të presim ato lista dhe pse jo do diskutojmë prapë, të shohim se cilët janë ata emra, cilët janë ata kandidatë. Po, ti dinë qytetarët të Kosovës me emrin e mbiemrin, cilët janë ata kandidatë. Siç po e thua shumë shpesh Flamur, që nuk mund të ketë ndonjë ndryshim shumë të madh. Flamur, faleminderit shumë. Nuk pres. Faleminderit shumë për informacionet.